Kanali Shtodrit, një nga burimet kryesore të ujit për bujqësinë e zonës së mbi Shkodrës, po përballet me një problem shëtësues mjedisor. Ai është kthyer gradualisht në një landfill të hapur, duke u mbushur me mbetje të ndryshme. Kanali Shtodrit është kthyer në një pikë grumbullimi mbetjesh, duke sjellë një situatë të rëndë ndotje, po ashtu edhe rrezik për shëndetin e banorëve. Situata kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të institucioneve përgjegjëse. Ky fenomen është një alarm për fermierët, të cilët e konsiderojnë kanalin një burim etik për fushat e tyre dhe për sigurinë ushqimore të komunitetit. Uji i ndotur mund të ndikojë negativisht në cilësinë e produkteve bujqësore, ndërsa mbetjet e plastikës dhe të materialeve të tjera mund të bllokojnë rrjedhën e ujit dhe të shkaktojnë përmbytjen e fushat e kultivuara. Banorët e zonës jashtë kameras kërkojnë ndërhyrje urgjente nga autoritetet lokale për pastrimin e kanalit. Ata theksojnë se ruajtja e kanalit nuk është vetëm një çështje e fermierëve, por një nevojë për mbrojtjen e mjedisit dhe të ardhmes së komunitetit. Rezervuari i Shtodrit që sjell ujë në këtë kanal u ndërtua në vitet 70 kur qeveria e asaj kohe investoi për ndërtimin e rezervuarit të Shtodrit. Ky ujë mbledhës për dekada shërben për vaditjen në një sipërfaqe të konsiderueshme tokash në zonën e mbi Shkodrës, si dhe në njësitë administrative rrethina dhe në atë të Postribës.